Jemi përballur gjatë javëve të ditëve të fundit, jemi përballur me një blokadë të jashtëzakonshme institucionale, të cilës vulën ja ka dhënë së fundi gjykata kushtetuese me masat e përkohshme me kërkesë të listës së të cilat përsëri edhe një muaj të tërë do të abonojnë konstituimin e institucioneve dhe mbi gjitha formimin e qeverisë. Jemi përballur me një opozitë e cila thjesht nuk është e gatshme ta pranojë rezultatin e 9 shkurtit vitit 2025, prandaj ftojmë edhe gjykatën kushtetuese, edhe partitë e tjera opozitare shqiptare në Kuvendin e Kosovës që të heqin dorë nga blokada e panevojshme, të mundsojnë formimin e qeverisë me qëllim që në këtë mënyrë të vazhdojnë punët e shumta që kemi nisur në mandatin e kaluar, por edhe të përmbushim pendimet të cilat i kemi dhënë në rrafshin nacional. Mospranimi i rezultatit e shpërfaq vetëm dobësinë e skajshme të partive opozitare të Kosovës.